Zotë Bytyqi, si keni parë zhvillimet e fundit teksa Edi Rama ka zhvilluar dhe një takim, po themi që edhe pse ishte në publik u quajt sekret në një farë mënyre, duke qenë se u takua krejt papritur me Alex Sorosin, ndryshe nga sa ka ndodhur më parë që deri më tani Edi Rama e ka mbajtur të distancuar vetë djalin e George Sorosit. Marrëdhëniet e zotit Rama me Sorosin mendoj se janë marrëdhënie të cilat nuk mund të zgjidhen. Ndoshta zoti Rama ka patur fillimisht një lloj dëshire, një lloj hobi që të shkëputet nga marrëdhëniet shumë të ngushta dhe miqësore, madje deri dyshuese në pikpamje të sjelljes dhe të këmbimeve dhe shkëmbimeve midis tyre, por me qëllim që të lidhet me Donald Trump, por unë nuk besoj që ai ka arritur ta bëjë këtë. Së pari, duhet të dyshojmë për faktin se kryeministri i Shqipërisë po bën një lojë dyfisht. Ose ndoshta edhe një lojë thjesht të një anshme. Ai u lidh me dhëndrin e zotit Trump, Jared Kushner dhe vajzën e tij Ivanka Trump. Është thënë sikur është lidh rastësisht, sikur janë takuar në një jat në jugun e Shqipërisë dhe rastësisht kanë parë një ishtull aty. E vërteta është se asgjë nuk ka ndodhur rastësisht, asgjë nuk është zhvilluar pa një projekt dhe pa një program të vetë kryeministrit të Shqipërisë. Ai në vend që të drejtojë shtetin shqiptar, në vend që të planifikojë objektiva dhe reforma për ekonominë, për fshatin, për bujqësinë, për turizmin dhe për gjithçka tjetër që rrit mirëqenien e popullit, mirëqenien e qytetarëve të këtij vendi, është shprehur vetë duke thënë se si do të arrisim në mirëqenien? Me flamuj, me këngë, me çfarë? Ne nuk kemi rrugë tjetër përveç se ta shesim Shqipërinë dhe të rrisim mirëqenien tonë. Pra, filozofia e tij është shitja e Shqipërisë. Kjo shitje nuk ka filluar me Jared Kushner as me Ivanka Trump. Ka filluar me Sorosin. Jared Kushner kanë përshtypjen dhe Ivanka Trump janë tërhequr në këtë kurth. Me qëllim që atyre t'u zhbëhet imazhi. Me qëllim që ata të paraqiten para opinionit publik amerikan si njerëz që duan të përfitojnë për shkak se janë njerëzit e familjes tanë. Po, të njëjtën qasje kishte edhe gazeta Wall Street Journal në fakt. Unë dua të besoj se është kështu. Dua të besoj se është kështu për një arsye të vetme. Gjithçka që ka ndodhur, po ta analizojmë, të çon te përfundimi se Edi Rama është ende një kukull në duart e George Sorosit. Nëse ai herë tjera është takuar me Alex Sorosin dhe ka fshi fotot e tij të këtyre takimeve, këtë e ka bërë me mirëkuptimin e Alex Sorosit, që të mos demaskohet si një person i cili ka hyrë në grupin e Trump nëpërmjet disa personave, një prej të cilëve ishte Richard Grenell, dhe ka tentuar që të bëjë pis familjen e zotit Trump, presidentit amerikan. Një fakt, sikur ta analizoj. Artur Sheu është një personazh i njohur. I akuzuar tashmë zyrtarisht për lidhje me mafjen dhe për pastrim parave të trafikut të drogës. Artur Sheu është takuar në zyrën e tij me Edi Ramën së bashku me një përfaqësues të Sinaloas meksikane.
Artur Shteu ka kryer të gjitha operacionet lidhur me trullin, me tokën e Zvërnecit dhe që lidhen me kompaninë të cilën e mbështet Jared Kushner. Ai ka marrë 120 milion euro në këmbim të tokës të cilën ai e ka grabitur në fakt me paratë e drogës dhe me forma të tjera mafioze në Bregdetin e Vlorës. Ky Artur Shteu nuk është se ka patur ndonjë njohje me Jared Kushner. Ati i është rekomanduar nga ana e kryeministit të Shqipërisë, dhe kjo është krejt logjike. Kësaj kryeministi i Shqipërisë ka dashur ta bëj pis familjen Trump në të gjitha pikpamjet. Në pikpamjen e lidhjes së tij, të dhënave të tij dhe të vajzës së tij me njerëz të trafiqeve dhe e gjitha synon që të zhbëj atë mision që Donald Trump e ka shpallur prej që kur erdhi në pushtet, për të shpallur me kartelet e drogës si organizata terroriste. Pikërisht, njerëzit e këtyre karteleve Edi Rama i rekomandon, i lidh dhe i cimenton në marrëdhëniet me dhëndren dhe vajzën e Donald Trump. Çdo të thotë kjo? Kjo do të thotë se Zoti Rama është mjeshtër i korrupsionit të gjithanshëm të personaliteteve ndërkombëtare. Me këtë rast do të doja të thoja se nuk është vetëm përgjegjësi e Zotit Rama, kjo lidhje qoftë me projektin, qoftë me Artur Shteu, përgjegjësi është edhe Jared Kushner dhe Ivanka Trump. Sepse ata kanë patur mundësi të mos i besojnë qorrazi një kryeministi që hiqet si zvaranik përpara të hujve dhe si despot me shqiptarët. Pra, kanë patur mundësi të marrin informacionin e duhur për të saktësuar se çfarë po ndodh dhe më pas të merrin vendimin që të investonin në Sazdan dhe në Zvërnec. Kështu kjo e gjitha çfarë po luan, duket qartë që është një skem e hartuar me një skenar të dukshëm nga Alex Soros dhe Zoti Rama. Nuk ka asnjë arsyetim tjetër që e shpjegon gjithë këtë panoramë. Të takohesh në dhërmi, të rrish me Alex Sorosit në një moment kur ti dëshiron të celebrosh një miqësi tjetër me kundërshtarin e Alex Sorosit, siç është familja Trump dhe Zoti Trump, do të thotë se po bën një lojë të pistë. Dhe lojrat e pista i pëlqejnë shumë kryeministit tonë. Pikërisht në këtë rast, çfarë kërkon Edi Rama të luajë ose çfarë po luan në këtë rast, sepse shumë njerëz shtrojnë pyetjen se si ka mundësi që ky njeri i ka punët vaj me shumë lider, po themi, të caktuar në botë, ku këta lider janë në përplasje me njëri tjetrin, ose po marrim rastin e Trumpit me Sorosin, ku shumë njerëz nuk e shpjegojnë dot se si ky është edhe me Sorosin, edhe me presidentin amerikan Donald Trump. Zoti Rama është një person i zgjuar, padisë. Është një person i cili e lëviz trurin e tij 24 orë në 7 ditë të javës e në 30 ose 31 ditë e muajit, në funksion të prestigjit, në funksion të autoritetit, në funksion të lavdisë dhe në funksion të pasurimit të tij, material dhe financiar. Nëse ai do të mendonte vetëm 1/4 në kësaj kohe për interesat e Shqipërisë, për interesat e shtetasve shqiptar, për interesat e qytetarëve shqiptar, për interesat e kombit shqiptar, do të mjaftonte që të kishte bërë disa punë të mira për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Por në fakt, ai nuk ka bërë asnjë punë të mirë në këtë aspekt. Të gjitha punët i ka sajuar, i ka menduar, i ka llogaritur në mënyrë matematike në funksion
të pushtetit, pasurimit, lavdis dhe të prestigjit vet. Në këtë aspekt, një njeri që mendon 7 ditë të javës, çdo ditë 24 orë në këtë drejtim, ai është i aftë, është sprovuar, është trajnuar që të shpik lloj marifetesh për të korruptuar nga pikpamja politike, nga pikpamja ideologjike, nga pikpamja financiare, nga pikpamja erotike, nga pikpamja të gjitha pikpamjet personalitetet të kësaj bote perëndimore që ne e njohim. Dhe nuk është vështirë që një pjesë prej tyre, ndoshta jo e vogël, të joshën në raste të tilla. Unë jam i bindur që Marta Kos është e korruptuar, sepse nuk mundet që shefja e zgjerimit Bashkimit Evropian të flasi me superlativa për qeverinë Rama, kur një mision investigativ i Parlamentit Evropian e nxin në raportin e tij gjithçka që ka ndodhur me zgjedhjet në Shqipëri, por edhe në aspekte të tjera. Atëherë, nëse shefja e zgjerimit mban një qëndrim krejt tjetër, do të thotë që është e korruptuar, nuk sepse ajo e ka lexuar raportin dhe nuk ka asnjë shans që ajo të provojë të kundërt. Po marr Marta Kos, e cila është përfolur edhe për shërbime në kohën e Federatës Jugoslave në shërbim të UDB-s. Pra, edhe si spiune e një organizate famkeqe, sido që shtetërore. Nga ana tjetër, unë mendoj që zoti Rama ka korruptuar në mënyrë politikisht, do të thosha, edhe zonjën Meloni, duke i ofruar një cop tokë në Shëngjin dhe në Lezhë. Duke ofruar këtë tokë dhe duke ofruar një zgjidhje të cilën ajo e dëshironte me mish me shpirt që të rriste kapitalin e vet politik në Itali. Dhe e shfrytëzoi deri në fund, megjithëse nuk ka asnjë emigrant në ato kampe, dhe shfrytëzohen miliona e qindra miliona euro, sërishmi Meloni po e shfrytëzon politikisht si një rrugë të suksesshme për të luftuar kundër emigracionit, problemi i cili është në gjithë Europën. Pra, zoti Rama ja dha këtë shans. Ky ishte tipikisht një korrupsion politik, në kuptimin e mbështetjes politike. Pra, më mbështet politikisht, t'ju mbështes politikisht. Dhe gjithë kjo bëhet në mënyrë reciproke. Por ama në Ankara, në shtat korrik, zonja Meloni nuk e takoi fare zotin Rama. Nuk i dha as dorën, sepse kishte një vendim të përbashkët të gjithë pjesëmarrësve, që ai duhej mbajtur me protokoll ulur në koltukun e tij dhe të mos lëvizte nëpër sallë për të takuar dhe për të bërë batuta me liderët që ishin prezent në samitin e NATO-s në Ankara. U pa që edhe zonja Meloni është e detyruar të shmangët detyrimit politik ndaj Ramës ose në këmbim të korrupsionit politik të zotit Rama. Ne e di mënyrën se si u dha ajo pjesë toke, qoftë edhe përkohësisht në administrim të Italisë. Ishte shkelje e hapur e kushtetutës. Por zoti Rama ka manipuluar dhe ka tashmë është provuar se dikton edhe vendimet e gjykatës kushtetuese. Por një vendim i gjykatës kushtetuese i diktuar dhe i manipuluar nuk e zbën faktin se kushtetuta është shkelur me të dy këmbët. Dhe kush e shkel kushtetutën? Vetëm një njeri i cili kërkon që nëpërmjet korrupsionit politik të mbaj pushtetin me thojë dhe me dhënë. Kjo është e vërteta në rastin konkret. Ka dhe raste të tjera, madje unë dyshoj që edhe me Ursula von der Leyen ka patur lidhje të tilla korruptive. Nuk po flas për Yuri Kim, nuk po flas për Antonio Blinken, i cili ishte njeriu i Sorosit dhe natyrisht që nëpërmjet Sorosit ka ndikuar dhe i ka lidhur të gjitha
sperancat i ka ngulur në kuptimin e plot dhe të vërtet për të qëndruar në pushtet, për të pasuruar dhe për të shkel mbi ligjet, mbi kushtetutën, mbi gjithçka në Shqipëri, mbi qytetarët e Shqipërisë. Mjafton që ai të jetojë si pasha dhe të ndjehej si pasha.